Qa s'kisha pjef. Veç më konë qëtu ku jeti. Shihemi jetën. Shihemi kësmet shumë shpejt. Edhe ti duhesh me pru informacione për hyrëtësisë të Kosovës. Marrëveshje është marrëveshje. Qartë si kur kristal. Inshallah vjen në këmbë veta ideal. Më kënë qa me hu, mo. Vjen, ku ishe më burë? E mirë, qa u bo me ty? Mirë. Mirë jam. Që rasti me babën sonte pak. Merë vesh krejt, me kohë, flamër. Une veç erdha me të regu që puna me djallin e Ahmetit kry me sukses. Po ma e di, po. Qëto, Mil, si ti kena qëto krejt kena mi pos, pushtetin e krejt. E të gëzuar për Ahmetin edhe për djalin e tina. Hajde gëzuar për tërë. Gëzuar. Zuar Petar. Unë po mendoj që ti kupton ma shumë se sa që dukesh. Mas tonë këtë vendëdhive. Po bilet pak të në tash e kem një farë shprese për jetonë. Qa është kje, Petar? Ku është Sasha? Unë jem qaj plaku, që i kum besu qenit. Ja ka njësë më shqetësu. Që është të dhona? Veç mirë ish boj që është këthy. Ka ra shumë më koni mërzitun, tash e ka edhe mosha e pak pëtutna që mësë mërzia i ka bëhë domë. Tash dora e parë për Kosovën, për që të barna është... Ka me njek deri sa ta shot deku. Besoj që ju duhen, edhe ju hinë puna i sen. Nuk kena qa me boj, kena dur të ledhë. Jel misliš da on radi za ono agenciju, tako zvani AKI, kao agenat, ha? Jo, po që të kësum ti kaže, gospodine? Unë më shumë jam rritë rrugëve se sa në shpi. Nuk i di ndjesin e prindve, që shesh me të përqafu. Se dhe pas ka bo jetat fort atë rima. Qa ka bot milione, s'po marrë vesh gjo. Flamur. Ka ardhë koha me i di do sene, që nuk i ke ditë as ti, as kërkush. Da vidim da li ima nešto interesno. Ovaj Adrian kaže da ima nešto što nas ne uđe na posao. Ako ima nešto interesno, ke продолжим da работим с njim. Ako ne, толку više. Ali ni kaže da ima nešto interesno za našeg brat Radomir.
Mel! O, Mel! A e den ku jëmë kohën qëto kur më kanë qitë në foto, Mel? Skema Barna. Ki pare, o Mel, lej bornat në herë. Pare. Do dhe shumë bile. Letër e sopi e të bënd të padukshëm. Që kjo forës, Mel? E vërtet. Po, i shkon mirë që pjesën tjetër të fitimit me quti ka tjetër. E pjesën tjetër për me blej pra Barna. Çka po thuti? Jo, Mel. Do me investu në gjykatës, në avokat, në prokuror. Do me kry punë me shtet një herë. E kur të kryna punë me shtet, mas ne gjithë që regulohet, Mel. Amo, na vinë ma shumë. Shumë ma shumë. Qysh më rësë janë kur gjë? Të në këto pare? Mel, a menon që me 100-200.000 euro e krym punën që e kia tja? A do në me dollë me pi kafe shlirë, ku dush, kur dush. S'mjaftojnë këto, o, Mel. Mire ki. Po folën e me fatën policën, e hajë marrë me nja që e din kush është njeri më kryesor për këtë punë. Vesh këshërë, ditë mira janë të në ardhë. Ditë mira janë të ardhë, o, Mel. Qa ka bëhet, babë, se më ka du me lujt meq. Duhet me prit edhe pak, Flamur. Shka me prit, o babë? Pse jo tash? Veç që e kam thu, keni mi mësu do gjana që si keni ditë kur dhe si ka flet gjo. Më ka bo kryt lom shobur. E di, Flamur. E di, po duhet me prit. Sot merret vesh për qësë që. Veç durim. Shka mërë burë me prit, fol. Pse jo është tash? Flamur, thash duhet me prit edhe duhet me prit. Po pres. Pa jem të prit dikona, qka? Po. Tash vjen edhe flasim për ta në sanët. Kush vjen marrë babësës? Si më të e prit Luanin, ha? Bash Luani. Bash kur gjë, po kuptoj babë. Hiq kur gjë. Pse Luani tash? A ke fol gjo me ta? Se unë kom fol. Dhe ju më kajtut në ballafaqimit me ta. S'ki nevojë me utut Flamur për kur gjë. Flamur. Apo del jashtë se kam nevojë me nejt vetëm pak. O dalë, papë. Puste tega, puste tega. Jo. Jack. E? Sigur të dhe nëj brik i të thym. Ishë mirë për mash. E jashtë kur në farzoni s'pët një.
Për që të erdha këto me të po thash, apo merë frima ja? Unë dikun të kumë po ty, po nuk po të moj mend diçka si trubull të më ndokësh. Po nejse s'ka me rëndësi kja. Granit apo? Oke, për mu je granit se ty në të shta kje dhe në emën tjetër, po nuk është jo më rëndësi. Hajde qka është më rëndësi. Kryesori është që ti je këto. Pse me granit? Unë për i këto, po të shoh ty të rrjedh gjokët e poshtë. Për mu nuk është problem, për ty nuk e di, po pak ndoshta në fillim e kum pas problem, se mbas tani më pa të bëj dhe rutinë. Ndoshta që kum pa gjak tepër gjatë luftës e. Po kohën e fundit nuk jam të pa gjak. Bile, po mungon. Më ka marrë malli për gjak. Bile, hajti më përcen gjak më ka marrë malli. Mas shumëti. Për gjak shqiptare. Po doni me më shmenda. Po me di që ka bota, ma. Unë me fol dikush. Po presim bacën. Pa fol bacës, ujna me ba më kërgjë tjetër. Kretë në borët për tina. Falë, su prezentu miq. S'pe njoh kushu. Hajtë se merr vesh. Se nuk është koha për prezentime tash. Krejt po më thonë ki me marrë vesh. Që shala s'lu ideja të ra. Qëtëso, Flamur. Qëtëso. Kretë jemi të shresum. A pe njën mëre, që të sohë, thëjka. Këto e informatat e reja, që mi ka banë aja asistenti e hetusës. O, Mel, hajde të shohëm akonaj sen të re. A ke fol me to? A din që na dohen senet mira për petarin. Do të me pas diçka, këqër. Këto isha dhe aj. Kush është ai, Mel? Qaj informatori i kësaj hetusës artës, që pe moj ke pak si sekret. Ka interesant puna, mo në aspekt me petarin na him punaj, na krynaj sen. Që të në që t'USB, jënë krejt senet e ardhës që i kanë laptop. USB? Po dhe? USB. Po, Mel përshet që është USB. E di që është USB-a. Po ku me shti unë e këta me këshyrë, se kjo që shtu su në këshyrë. Mel, që merë naj laptop, a bë diqka? Ah, që harrova. O Mel, këto dokumenta s'kan kur gjë tre, do deklarota që s'na him pun kur gjë. Mel! O Mel, që aty e ki laptopin, go të mo! Që bre, që... Kape, këshyrë që apo më shefa që aty.
ka nëj lajm prej Luanit? Jo, alo, kur gjo. As në shej. Shkoj shumë gatë kjo punë. A ke mujt me fol me njerëz tu? Mos dina i sen ata. Jo, s'ka kur gjo. Hera fundi që është pa Luani është kur ka shku në villë të Ivani. Ma sen. Kaloj shumë kohë. Do të më kallëzu djemve. Nuk më e zhagiti ma shumë këtë. Flamur, Fol, bab. me rëgzimin, e hajt një se ka orë koha me folë. Ku o gëzimi? Djem, ka orë koha me mësu do gjana që nuk i kini ditë i tash. Sy e vesh jam, bab. Ky është Haxhia. Është djali vllau tem. Ju keni ni për ta, po shumë sene nuk i dini për ta. Ky ka jetu në gurbet. E në luft u kthye u vesh. Mas rastit Luanit u kthye apet në Gjermani. Për me ndihmu Luanit, për trajtim në përmjek. Ka sakrifiku dej tash nuk u kthy në Kosovë, veç për mos me laun Luanin vetun për asë një qast. E hoqi. Falë për ma herë se s'njofta se ka kalu kogja ku e gate si më po atë ku marru pak. Po më vika mirë, krejt që ka kej bo për Luanin. Edhe për kontributet në luft. E po gëzohem shumë se je gjak i joni. Mirë si ke arë në shpitone. Flamur, edhe më për një vjetën se në shpiteme. Haxhi, po më vjen keq, po nuk të muajnë men. Unë i vogël. Ama kom një shumë për ty edhe po më vjen shumë mirë që tash je në mesin tonë këtë. Edhe mu. Djem, që shpeshohën, Luani ka punën keq edhe ranë. Se bab, që i ka ndodhë Luani? Luani është në veri. Tu mundu me një mu jetonit. Po, nuk ka shko puna mirë diçka. Së shka lajmërohet. Shkëm veri ty një mujë tonë, që të është që më të kuptu se në. Si, asën s'po kuptoj që ka ndodhë. Për mi siguru parët për shërimin e jetonit, Luani ka rrit më fut në strukturat kriminale serbe në veri. Edhe? Po, si pas gjitha gjasa po zbulu. Se ka pas djema u këthy, po, s'është këthy. Edhe as pe qelë telefonin, as për lajmërohet, as kur gjë. Se u fut në to struktura në veri për jetonin. Jo veç për jetonin, po ka pos edhe ashtyje tjera. Të morë. Qëfar është tjera pas ka pas? Flamur, në veri u kthy Petar Petrovici. Këty në veri? Po. Granita. Bravo. Kja rritë kogja shumë. Me thonë drejtën për të marrë lakmi për gëzimin që e ki. Edhe mënyrën që na ke hinë mes. Granit. Tash kam e të vetë do pytje. Ko është Sasha? Nuk e di. Nuk e din? Ata erdhen me ty. Kalco.
A i ke myt? A i ke burgos? Qa ke bo me ta? Granit, unë di edhe diqysh tjetër. Me tregu drejtën, nuk është që të mani për ata. Të janë kom punëtor, njerëz të pagum. Kryesori është që trupi ytë, a di ku ka mu gjetë. Lumi nipër. Se deri tash, nuk ke gjujt nipër. Se deri tash nuk kemi gjujt nipër. Nuk të mysim, pa e ditë arsim se nuk e hinë mes. A din që ka mu kanë? Sikur petari që ta të regoj me atë plakun, që i ka besu shumë qenit. Edhe ma në fund, kalon me covë pa ushqim edhe pa ujë. Dalin Kosova. Qëto dure këm pas. Qëto dure pata atë qenë. Pata mundësin me vraban. Pata. E po, ajo këthy. Shef. Me u dheqë sërp të veriut edhe me... Edhe shka? Ka diçka tjetër? Me u hakmar ndaj familjes tonë. Mu hakmar, po, pse? Po si veç e ka pas një atentat që atë kohës kërkon burg. Qysh atentat? Ka ndash me vra babën në burga? Petar Petrovici. Edhe na që tash pëdim që sena? Su do është ma herët me di që sena, a ka më shtetë që në mbroni dhe ju? Ka dalë për gzem. Nuk e mujtë me ditë këtë sen se s'ka mujtë me ditë kërkosh, se nuk është bo zyrtare. Se në është se ishtë bo zyrtare, dikush kësh përfundu në burg. Kush? Luani. A e ka. Qysh Luani ka bro kanë? Qatë kohës që u kanë pacin burg. Njerës të mi që i kom pas aty. Më kanë lejmëru që një person i dyshum, i nacionalitetit serb ka hyn burg. Edhe Luani kur e murë vesh nuk e zeke ven i ven. Më tha unë nësuaj me najtë kështo, për shkojnë në burg peru i bacin. Edhe ka shku. Edhe ma nej që aty edhe e ka vra. Ndej krejt mrapa unë i kom ndru edhe dosjet. E kom bo prej vrasje në vetë vrasje. Për mos me pësu Luani, gzem. Luani më ka mbrojt flamur. Lëmsh më keni bobo. Pse mi bo Luani ton këto punë? Shok jam. Po të kuptoj flamur që jenë shok. Bashkë që kjo është edhe arsye pse nuk ju kemi tregu më herët. Hamil. Ka të ore bre vlo? Nuk, s'tis po gjej hallo kur gjë diçka konkrete për neve. Për tash që s'të ka dhonë kur gjë Hamil. Ta ka lëshuna i kurth në këtë USB edhe qaq. Po jo bre vlo, jo po... 100 foldera be vlo këtë s'pëdi njerin cëllë me hi. Ama bre Mil, ama. Po bre, që mere hakeri jonë. S'ka ka 100 foldera, po 200 foldera ka kanë këto. Sen edhe njejta, familja Goshi, Mil. Që tash janë nisën këta Ivani, Petari. Tash apet familja Goshi, detaje. Qita s'penja kush është, kush o kjo, a ke pona herë? Kush o kjo? Ja, nuk pe di, kur se bas në po. Po mos e bë sikur kur gjë Mil, se te ke ka fotografin këtu, kjo do të me ka ndikushi. E qka pro? Mja gjete emnin, Mil. 100 emna këtu, do të mi përshtat, Mil. A din qa bojna, Mil? I morëm emnat, në gjyrën e syve, i përshtatëm dhe me thonë, mosha, gjatësia, gjinia, i përshtatëm edhe ja gjena që ti emnin.
Pas ka shumë punë mërë këta. Mil, a përdojnë me mojtë biznesin me Borna? Dush mi dhoni informata petarit. Dush mi kuq syt, me gjetë punën, me kry punën. Rejnull. Ja po më tregëm veç një gjova. Veç një përgjigje po më. Tregëm pse Luani i ka bo krejt qëto gjana. Se petari u konë qaj që e ka vra familjen Luanit luft. Që kjo është? Edhe tash u kthy me u hakmarë. Edhe minimu familjes edhe jetunit. Mirë, po... Si Luani me shku në struktura ti s'pe marrë vesh, sa? S'ka pas mënyrë tjetër. Dhe vetë mja mënyrë u konë qaja. Petari është njeri fort, e kontrolon komplet veriun. Që të qka e ka në dorë, nuk është letë mja afru. Shteti brëgzëm, shteti sërbisë mbëronat njeri. E financon. E mbështet financiarisht. Me armat e, me qka dush. Ku është Luani tash? Luani është petari. E pse ka mungu këtu ditë, arsyeja është se petari ka kërku prej Luanit më mvram. Po? Për që ta oda është baci me nejtë për sheft. Që petari me besu që për një men ka ndodhë. Në fakt Luani e ka vra njerin e ti që i ka qu bashkë. Pse krejt kjo kështu? Për çështje sigurie. Edhe më u afru, më afer petarit për me vakmar. E parët që i ka marrë për me mvra mu, e ka pagu spitalin për jetonin. O thonë që i njëri anonim ku ka konë Luani, apo? Unë i këmë dërgu parët në spital. Po ti, s'jam ka muj me besu gjo. S'po di e më nëndër. Po veç një gjo, bab. Veç një gjo të regom se ton kjo i njërim dhe ishtar. Të regom a jem pjesë e familjes na. A jem antartë familjes na dy, o bab. A jom i gjallun, a egzistoj une. Pse mos me ditun e gjithë shka që ka ndodhë? Pse më keni mashtru, o bab? U kanë vendim i Luanit, Flamush. Nuk ka desht me ju lanë më marrë me petarin. Se bolli keni pas të lashet me Ardianin. Shpak s'poj me marrë frim. Thojnë që njeriu jeton ma shumë pa bukë, sa pa ujë. Që të thojnë nuk e di. Tash kam rastin të provoj. Ku është petari? Sa po duhet në sena? Sot i kirasime në tregu se pse je këtu. Nuk kam arsye. Ku pas nevoj për pare. Ke pas nevoj për pare? Pse nuk në ke tregu? Ta këshme dhona i lëmosh. Nga. Kjo është ere funit që të ves. Qka u konë qëllimi jo që në kjojnë mes? Ma të ka qo dikush atë qka është puna? Edhe... Qka tani? Qka? Për qka e ki fjallin? Edhe nëse kisha pas arsye, të kisha kallëzu. Pikërisht
sinqerisht këto pyetje që po i bën, unë e di që diçka e madhe më shetet ti. Nemoj ništa da mu date. Shaj, çdo gjë po ndoket e pa kuptim. Do na këto gjona me ndodh para syve të mia, unë mos mi pa. Që më kom pioni juji. Ke kanë pioni joni, Flamor. Ti ke kry punën tonë në mënyrën më të mirë të mundshme. S'ke mujt me ba më shumë. Sidomos me petarin edhe ma heq nuk kështë mujt me ba. Pse që keni pasi më shumë sëllë? Ftyrat. Petari nuk ka njoft as ftyrën tem, as Luanit. Tanën po, të familjes tanë po. Kjo ka në mënyra vetë me qysh me depërtu të Petari. Edhe ja ka do Luani. Dhe po... Lokacioni i Alionit? Krejtu kanë pjesë e master planet, Flamor. Luani na ka tërgu. Ty për me u hakmer, e mu për me të pështu ty prej burgut. Arkitekturë. Luani. Në shok jam. Kuptoj. Është normale. Që normale s'është. Gjithë shka tjetër mund dhe më konë, po normale jo. Je njeri fort, Flamor. Je një prej njerëzve më të fort që i kam njohur. Kem bjetu shumë gjana. Qa kem bjetu ti s'kish mujt kur një njeri normal me bjetu. Qa pi bjen kjo tash ngushlima? Hej, i ka në po dal pak. Ka për shkon? Po dal ku më taku me këtë asistenten. Tha që kam me dhënë do informata, po dhe të këshyri qa po dënë. Qita është me në era? Po qita është po dal me në era dhe kam nevoj pak për relax. Mire ki, edhe unë kam nevoj për relax, po vi me ty. Ti për të më ardhë? A i sigurt? Të shapa na jep diçka konkret, o Mili. Pse nësë me koni sigurt. A i tja ke qitë altin kryt që akum qitë unë. Po takohet me ty, kështë që edhe me mu bën mu taku. Mirë, mirë. Hajde, pra. Hajde. Qka tash? As tonë këtyme gjanave që i mora vesh sot, qka? Ka dhe diçka që më ka ikë, bab. Tash, me rëndësi është Luani me mujt me dalë gjallë me i Petarit. Se që shpesha unë, aje ka situatën keq. Se nuk ish najdi tash aty me pas lija. Pa na i mund s'ki di qysh me shku minimu atje. Për të keqë s'është jo. As me polici, as me AKI. Pse? Se kjo punë s'ka të bëj me shtetë, Flamor. Nëse e qoj njësin speciale atje, krejt kuptohet. Edhe përfundojmë të tonë në burg. Plus që politike madhe është atje, politika që nësi kuptojmë. Qëfar politike është e i fjale? Nëse e dërgojmë njësin speciale në Anveri, reagojnë ambasadat, kërkojnë sëqarime. Policia jo nuk pritan me shku atje për 1 minutë shkojnë, po ndërkombëtar gëzim, ata nuk i dojnë njësit tona speciale atje. Se ti shkon për neve, për 1 minutë e kësha për Luanin qëto me njësi speciale. Veç pak. Nëse Luani ka rrit me një strukturat sërbe në veri,
Edhe ata e kanë besu ati. U është problemi. Herën e fundit, Luani ka pas me dërgu një njeri ti në spital me vraje tonin. Po, kanë mri bashkë me Haxhin, ja kanë ru dhomën jetonit, që nuk e keni ditë, as ju, as kërkush. Edhe? Edhe më ndej Luani u shku te petare që ja me marrë paret për jetonin. Qëllimi u konë ma këmirë ndaj petarit atë natë. Edhe su këtë ala, nuk e dim që ka ndodhë në veri. E ku është qësimi që su këthy ala? Që su këtë ala po se po edhe që natën që ka pas me u vra jetoni. Njani prej njerëzve më të afërt të petarit është pa në spital. Që si pas që tha gjasave e ka që petari me vërtetua thjesht e monitoru punën e Luanit. Primo? Po je mërë flamur djali. Primo? Qysh je? Mirë me thonë. Ti? Hyq. Që kështu të marrë me do punë. Kështu. Erdhe me të kallëzu se e kam bu plan me shku në Gjermani. Ti ka do me ika? Jo. Po du me shku me vizitu jetonin në spital. Që e ka flet? Ma se kam vizën, po shkoj. Edhe e ka nevoj për dikan, kërkan se ka atje. Se jo. Shumë mirë Trim. E ti sa më gëzove. Puna. Edhe ju prej familjes juv nuk shkuut, kështu që po kam qef shumë me shku me vizitu atje. Shumë faleminderit Trim. Am punë jam familjes juv. Që të mund? Ja për jeton, ja për kanë. Qka ka ndodhë, thash? Qka ki? Shumë gjana, Trim. Stash më kam boko që në shumë. Qka ki më rëburë s'po dukesh mirë? Ka ndodhë dhe gjana varasyve të mije si kom pa hiqë. E qka ka ndodhë, tash? A ka kërësit diçka tjetër, a qka? Kush është ky, Flamur? Djali mi gjithsem. Nuk u ka një kohë gjatë në Kosovë. E Tusja? Qka shka bën këtu? Histori e gatë, Trim. Histori e gatë. Alo? Šefe, kako je? Dobro. Koga ti je plan? Koga da ulaziš iz Belgorod? Da. Nisam možda da otkrijem ništa. Ali nešto se plašim. Da ne od Taki ili od kosovske policije. Treba malo da odmaram. Pusti mene. Ja ќе продолжам. Da, imam neki dokumenti o toj Adrian što... Dobro. Okej, šef. Ćao. Vidit ćemo. Ćao.
Granit mnogo golema работа не избега. Да дај Господ да открием да не е од косовска полиција. Со мој рукомет го убијам. Që trim, s'po di. Shumë e komplikume. Dhe pa kuptueshme tjetën ku. E tash, çka mas gjithë kësaj? S'po di, po presim. Presim mos po kthehet Luani, ama nëse s'kthehet puna keq është. Se garant e kanë zona i pis. Ama nëse e kanë zonë trim, dhe që unë e di që ka mundet mi bo ai qenë. E di që faru rejtje ka për neve ai. Ma e keqa se s'kemi qyshmi ndihmu atje. Është shumë problem, Flamur. Që ketrim, që kjo ka mundon mu që s'po mëj me një mua, ka më plas zemrë që s'po mëj me pashkallëgju. Nuk është mirë me shpërndaj informacione. Trimi është pjesë e familjes tonë. E di. E di relacionin që e ki me Trimin, por nuk është pjesë e familjes. Arta, Trimi është pjesë e familjes tonë tash. Në rregull, Flamur. A e din, Flamur, që ti e ka në depët të petarit? Ku thejmë konë? Në depët të petarit. A Trim? A e din që barnat që i keni marrë në veri, keni marrë prej depës të petarit? Jeni konë qaq afër, veç se si mi taku. A e din, Trim? Kadal, veç pak. Depo janë veri e barnave, do me thonë, e këti petarit koka? Po. Depoja e barnave në veri është e petarit. Na ju kemi rujt atë natë kër i një shku i marrë barnat prej ti. Patrolla që ju ka nalë atë natë, unë jëm kanë me atë patrollë. Edhe ju kemi liru, jemi bo kështë nuk pushojmë sanë. Kemi vjen që ma ki kontrolu jetën. Jo, Flamur. Të kam rujt. Të kam rujt që patrollat tjetër më smet nalë se e kam ditë për që ka i një shku mi bli ato barna. Për jetonin. Veç pak, Flamur. Do me thonë, petari, depo, barnat, Ardiani. Qka Ardiani? Ardiani ka bo marrëveshje për barnat. Kjo i bje që... Kjo i bjen që ai... Që Ardiani pas ka bo marrëveshje me petarin. Kjo i bjen që ai... E dim për petarin që është armik i joni. Nëse e din qysh e ka marrë vesh. Vetëm pak. Ardiani ka bo marrëveshje për barna për petarin. Qka lidhet kjo? Veç pak se po lidhen krejt. Marrëveshja e Ardianit me petarin, do me thonë Ardiani i ka dhonë diçka shumë të madhe që ka bo marrëveshje, se për ndryshe nuk bot kjo marrëveshje. Qka ka mujt me i dhanë? Informacionet tonë. O, Zot. Jo, për Luanin. Qysh për Luanin? Nora. Kush është Nora tash? Nora është asistentja jana. Edhe kom dushu që mi ka kontrolu dosjet. Se petari e din kush o Luani, që atëherë... Që papë. Që. Që unë, po du më të falendru vetë edhe për me ta di shumë për nderë që a ke bo për familjen tonë, sidomos për jetonën edhe Luanin. Po du më thonë që derën në qeli, kjo është shpia jote si me konë Flamuri jetoni. Se unë tjetër familjen e kam përbesjue. As unë, as Luani. Na duhet me kam bashkë. Na jem një gjaku. Kur t'jem bashkum, s'ka që ka na ban hasmi. E di bac, ti e kunaj që na ke bashku, edhe ke mojt këtë familjet madhe. Edhe Luani jam i bindën që ka mu këthy në shpi. Inshallah, djemë të mi.
E unë në Bac tash, do të më shku për Gjermani, jetoni ka nevojë për dikon. Ashtu e kështu ju nuk keni viza, nuk mundi më shku, që kështu që mbjen mu më shku më kujdes për ta. Ka nevojë. Shko, aqë. Shko, se jetoni ka nevojë për neve. E na këtu jemi ballë. Për çka të kemi nevojë, të lajmërohim. Jetoni ka nevojë për ty. E kësmet keni me u kthy bashkë me jetonin. Po Bac po të premtoj që kemi më kthy bashkë, edhe kemi më bo një familje edhe me e modhe. Të lumt. Jo, për bjanë që armisë toni jënë bo bashkë. E presim edhe na, Flamuri, presim. Nëse Ardiani e ka marrë tregun e zitë barnave, i ka mu po shumë i fëqishëm. O, prej gjakut edhe mishit është edhe. Në duhet Luani. Në duhet shumë Luani për më pallafaqun e të. Nuk kemi edhe na pak. Besoj nuk është nevoja me thonë ku do që një familja. Hyja dhe unë. Ditrim, ta është kom si vla. Njajtë edhe unë. Jepi Flamur, pëtëm. Pse pi bën krejt të gjana për neve, për Luanin, Për Bacin. pse për Bacin. Asun s'kam familje, Flamur. I kam humë në luft krejt. Ma kanë djekë shpinë me krejt familjen edhe veçon kam bjetu. Baci më ka gjetë, më ka strehu. Edhe më ka najtë gati dheri sa e mboj zoja vetës. Se arroj kur. Qëto ditë ma shumë po mësoj qëfar burri është baba jama. Hala nuk e din qëfar babe ki. Nora. Kolege? Nora, qka ke bo? Jam të prit shokun kryesor të Ardionit. Ka gjosa dhe Ardioni me konë me ta. Nora, qka ke bo? Besoj që e ki mundësin me arrestu Ardionin. Këm arrit me fitu besimin të ta. E di që nuk kom pyta, ama gjithë shka kom e shku mirë. Besoj që kom bë punë të mirë. Ta dërgoj lokacionin, edhe thërën ai patrullë dhe hajde. Besoj që është mundësia ma e mirë me arrestu Ardionin sot. Nora, qka ju ke dhonë? Dosjet e tua. Mu ka dosh mu bëhe besushme të ta. Ama më sanin se nuk i gëzojnë ato dosje. Po ta dërgoj lokacionin edhe për të pres. Nora. Nora. Musovana. Nora, asistentja jam ja ka jap dosjet e mi Ardionit. Për me fitu besimin e ti që me arrestu. Edhe? Tash ka mu taku me shokun e Ardionit. Ka shumë gjaza që vjen edhe ai. Ne shkojmë të avrasim, bro. Jo, Flamur. Duhet me thirë patrullën e arrestojmë. Të lutem, më së thira dreq patrullë. Ama mundësine. Ke bo shumë për familjen tonë. Bëna dhe tash. Të lutem. Përshëndetje, zonja Hetuse. Herën e më ramë kur o takum këto, the që nuk bën më taku. Tash, pse? Nuk ka levizje shumë, këninaj. Edhe o venë ma i përshtatshëm. Mire ki, qa kemi tre? Treja. Orta hala është Hetuse. Edhe? Edhe? Ke thonë që e ki një shakun polici. Që mundet me kry punë. Shkaj? E qka përmenon ti? Që e qes njerin tema? Jo. Po më do këtë jetu më rajt. Edhe nuk jetu më dalë në fjallë. Ka dale. Bohën krejt. Po, na kem nevoje. Edhe hala për ma shumë informata. Halo. Qka përda ma shumë? Mos harra, se nëse nuk i mon fjallët. Qka? Kërcne ma? Mere që shdush.
Zonja Hetuse, mos harro se na ty të kem dorë. Edhe sa por informata, mos harro se punën ti që e bën është vepër penale. E ti, a menon që une, kur kom bashkëpunu me njerëz, se puna jote nuk i ku murë masat në mbrojtëse para pra kishta? Qa po do në me thonë me këtë sen Hetuse. Ose ma mirë me thonë asistentja Hetuse me ambicje mu bo Hetuse. Erdian? S'na garo mu njoftu, po lem të kallëzoj diçka për Ardianin. E kam një zakon i heki pengesat për rrugës me një herë. Muj me bashkëpunu. Bashkëpunu. Po, njëtë sikur me Milin. Mu së më pëlqen këtë llojet bashkëpunimit. Më manzon bishtin me dera. Plus, qa kështë muj tjetër ti më mnimu për shembull, Dosje. Orta ka shumë dosje. E vërtet. Ato mujnë me të kry punë ty. Orta që atë punë e banë merret me dosje. Ama jo se cila dosje më kryen punë mu. Çka po do me thonë? Çka po du me thonë? Kur gjë? Mil! Veç o më në një punë. Të mirë me ba. Që ke po? Që ke po? Që ke po?